E kthyer tashmë në traditë, festat janë një nga momenti i bukur i bashkimit ku përcjellën urime e shkëmbehen vizita në kishën Lindja e Krishtit në Shkodër. Përfaqësues të politikës uruan drejtues dhe besimtarë ortodoks për festën e ngjalljes së Krishtit. Në emër të Partisë Socialiste, urimet i bëri drejtuesi i ri politik Enea Karakaçi. Gëzuar Pashkët Ortodokse gjithë besimtarëve. Kjo është një festë që mbart një mesazh të rëndësishëm besimi, shprese dhe ripërtëritje. Është kënaqësi e madhe për mua me uru këtë festë nga Shkodra jon, qyteti që mbart vlera tradite dhe bashkëjetese, dhe në këtë ditë le ta shfrytëzojmë këtë mesazh të kësaj feste për të qenë më të bashkuar në komunitetin tonë. Festat fetare janë dhe një moment paqe e bashkimi ku politika qoftë dhe për një ditë të vetme gjen qetësie, nuk kursen shtrëngimet e duarve. Në këtë ditë shenjtë, këtë ditë të madhe për besimtarët e krishterë ortodoks, dëshirojmë që në emrin tonë, po edhe të Partisë Demokratike, të përcjellim urimet më të mira të gjithë besimtarëve ortodoks, të Shkodrës, të Shqipërisë dhe mbar botës. Qoftë kjo ditë e shenjtë, një auguri mirë për paqe, begati, prosperitet dhe shëndet për çdo besimtar. Ju uroj gjithë besimtarëve ortodoks, kudo që ndodhen, gëzuar festën e Pashkëve, marrësi, lumturi e begati, paqe në familjet e tyre. Urime përcodhen dhe përfaqësues të Bashkisë Shkodër. Në emër të Bashkisë Shkodër, ju uroj të gjithë besimtarë ortodoks gëzuar festat, qoftë një ditë sa më e bukur, e begatë dhe e paqët. Pas një periudhe kreshme këtë të diel, besimtarët ortodoks kremtojnë Pashkën, festë e cila simbolizon ringjalljen e Krishtit dhe shpresën për njerëzimin.